Unë sonte do ta jap një lajm që ka ekzistuar ky lajm, po unë do ta përdori i pare, se nuk më do gjuhë ndonjë duke përdor këtë lajm dhe këtë informant, dhe pastaj ju vetë bani hulumtime që të vinë deri te një pikë që disa quasi akademik të mos manipulojnë në emën besimit të një grupit të caktuar, qoftë edhe nëse janë shumicë. Mu më intereson me ditë kush jam unë për vetë time, kush është identiteti im me gjuhën moderne, pasi kjo fjalë ka filluar të përdoret nga shekulli 15. Po nuk mundemi ne me këtë fjalë mu fut dhe me shpjegu diçka para erës së të shekullit, kushtimisht ta zojmë 6, 7 ose në kohën e Aleksandrit. Me këtë fjalë ta shpjegojmë kohën e Aleksandrit.